puna ka qenë e vështirë, kuptohet, të hapësh një tunel që në vit të drejtë është 700 metra, është një punë shumë e vështirë, në teren shkëmbor, dhe projekti u bën në bashkëpunim me kinezët, dhe si fillim kanë marrë pjesë edhe specialistë kinezë në ndërtimin, në konstruksionin e bazës. Drejtimi është bërë nga Mendu Backa, që ka qenë një nga ushtarakët më të zotë që ka patur shtëria njëkohësisht, dhe një ndërtues shumë i zotit, se ka qenë specialist i veçantë në fortifikim. Një njeri i respektuar në të drejtim. Dhe pasi u zhvillua një pjesë e punimeve, ndodhi që nga shkëmbinjtë rrithë ujë, shumë zgavra rrinin ujë dhe pengonin punimin. Kinezët u dorëzuan, po që ndorë. Nuk mund të vazhdohet më ky objekt të ndërtohet. Është e pamundur. Domethënë u bën përpjekje të shumta dhe nuk ashtu. Atëherë në drejtimin e Mendu Backës u riorganizua grupi i punës me inxhinier të ndërtimit. Aty unë kam patur plot shok që inxhinier ndërtues që kanë marrë pjesë direkt në ndërtimin, që në projekt dhe në ndërtim. Dhe e zgjidhën edhe këtë problem. Ato që se bën kinezët e bën vetë shqiptarët. Ato nuk e bën kinezët e bën shqiptarët. U zgjidh problemi me vështirësinë natyrshme. Dhe u përfundua si objekt. Kinezët pastaj u larguan kur u prishën marrëdhëniet e tjera, u vazhdua. Aty ishte llogaritur që të futeshin 4 nëndecë. Futen në një drejtim, dalin në drejtimin tjetër. Gjithë sistemi është i mbrojtur nga pikpamja atomike, domethënë me mbyllje hermetike nga të gjitha anët, plus kodra shkëmbore që është lart për ballon, goditje për thamore. Pra është një objekt me rëndësi strategjike. Brenda është kompletuar me gjithë sistemin e nevojshëm elektrik, mekanik për të kryer të gjithë manovrimet. Aty bëheshin sot skemë furnizimi i anijeve brenda. Kompletimi, armatosje, riparimi, bëheshin të gjitha brenda. Efektivat ishin flinin brenda në, kishte kapanone brenda në tunel. Ishte ndërtuar një sistem filtr aerosës për të mbajtur lagështinë konstante e tjera që duhet. Pra ishte një objekt i jashtëzakonshëm. Nga pikpamja strategjike, ata specialistët e huaj të kësaj fushë që e kanë parë, kanë folur me admirim. Ajo mund të shfrytëzohet sot si objekt turistik, puna është që ajo duhet të mirë mbajtur në këtë drejtim që me njëherë të kthehet përsëri në destinacionin e saj. Të kthehet? Po, sepse unë kam dëgjuar aty historitë nga ato historitë tona që janë të pafundme, që u ngrit një grup që vendet shmontonte të gjithë sistemi mekanik për ta çuar për skrap. I bëjnë propozime qeverisë, edhe i thonë që nuk duhen atje bëjnë justifikim nga çuditshmet për të shmontuar. Atje është bërë një investim i jashtëzakonshëm dhe një ndërtim dhe një sakrificë e madhe për të ngritur të gjithë atë sistem shërbimi brenda. Ato skepsej ashtu, se kanë kosto të jashtëzakonshme. Plus montimi i tyre që është, ato mund të përmirësohen, mund të mirë mbahen, të mos ndryshken e tjera, të mos lihen pasore. Ato pas 30 vjetëve që i kishte lënë politika jonë të mbyllur atje, para kur i hapën, u hapën, funksionuan të gjitha njëkohësisht. Gjithë sistemi funksionoi. Pra, duke mos qenë mirë mbajtur, po ta mirë mbash, le të hyjnë të dalin turistët dhe të kënaqen atje dhe të paguajnë biletën atje për të hyrë për të dalë. Edhe ato para të vënë
arkën e shtetit jo në xhepet e deputetëve dhe po t'jetë nevoja të e kthen kur të duash në një objekt luftarak. Është i pavdekshëm ai, nuk e që bën. Pra me gjithë të pasuri që kemi nga veriu në jug, me gjithë të baza, por as në ndese jo, pa as një avion nuk kemi. Pra është fusha bosh. Ne ju në nështruam teorisë së gjendjes zero. Dhe detyrimisht, kur hedh parrullat të tilla, çdo gjë shkatërrohet, populli u kthye në një turm të papërgjegjshme dhe bëri ato që bëri. Është populli, pra është turma, është klasa politika apo individ veçantë që na thollën këtu? Ato i përgatit politika për qëllime të caktuara dhe pastaj i hedh te turma. Turma është e papërgjegjshme, kthehet në një moment e papërgjegjshme, jo vetëm tek neve, por ashtu mund ndodhi edhe në Amerikë nesër po t'i lësh atje. Hiq policin atje dhe shikoj se çfarë mund të bëjnë atje populli. Atje që do gjesh më shtëpibardh atje, nuk do gjesh më. Pra, politika mori këtë detyrë, ju dha kjo detyrë që të shkatërrojë vendin, dhe vazhdon ta kryej me saktësi këtë punë. Kemi një kast politike, për të thënë e papërgjegjshme është pak, po është një kast anti-shqiptare. Sepse gjithë veprimtaria nga 90-ta deri më sot ne shikojmë që ka qenë kundra interesave të Shqipërisë. Kundra. Çfarë mund të thuash ti tani? Ndërtohen tazëne, marrin këto që lakohen për ditë, nga këta djeksat, incineratorët. Paguajmë porra që lozin kumar në bankat në ato kazinot e Zvicrës, incinerator nuk ka dhe ne me kontrata të bëra mirë e bukur paguajmë porra që bredhin andeja. Llogarit. Këto janë gjëra më të vogla, por sa kosto e një baze ushtarake mund të ndërtosh 100 incinerator. Këto nuk ndërtohen dot. Kanë konsumuar djersën, mundin dhe paratë e popullit dhe që janë ato objekte. S'kam për të ndërtuar dot më. Zoti Abidaj, besoj se do kemi mundësi ndoshta për të folur një tjetër herë për një çështje tjetër, por ju lutem